Më vjen shumë mirë që disa nga miq, shokët, shoqet që më shoqërojnë më treguan se gjatë ditës sotme, duke lëvizur në Athinë, duke bërë takime, duke marrë taksi e kështu me radhë, ka ndeshur diçka që pak a shumë është e përbashkët tek shqiptarët e Athinës, që të gjithë kanë filluar ta pyesin veten nëse duhet të kthehen apo jo. Qoftë edhe pyetja e vetes nëse duhet ktheheni apo jo është një tregues që është shumë inkurajues. Ashtu si kundër më pëlqeu shpreha e një taksisti shqiptar këtu që tha, kur erdhëm ishim 100 shkallë më poshtë se këta këtu, sot jemi vetëm një shkallë afër tyre. Dhe jemi këtu së bashku pikërisht për ta ngjitur dhe shkallën e fundit dhe për të bërë njësh këtu me këta dhe me të gjithë europianët e tjerë që jetojnë në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, duke u bërë edhe ne pjesë e të njëjtës familje dhe duke ulur në sofrën e përbashkët të familjes së Bashkuar Europiane si të barabartë mes barabartësh. Mua më vjen shumë mirë që në ndërkohë që sot ne kemi ardhur këtu, jemi në gjendje që të ndajmë bashkë me ju jo vetëm çfarë kemi bërë për ta ngritur Shqipërinë aty ku s'ka qenë asnjëherë, për ta vendosur Shqipërinë në pikën ku të huajt cilët do qofshin afër ose larg nuk na shohin dot më nga lart poshtë, por janë të detyruar të na respektojnë dhe të na vlerësojnë për atë që jemi. Por nga ana tjetër edhe për ta ngritur Shqipërinë në një pikë ku e ardhmja nuk duket më aq e largët sa ç'duket dikur, ku ëndrat dhe shpresat nuk duken më aq të paarritshme sa ç'dukeshin dikur, ku ndryshe nga vendi që ne gjetëm kur morëm detyrën, sot Shqipëria është një vend që e ka në dorën e vet fatin e vet dhe nuk është në mëshirën e askujt dhe nuk është as në mëshirën e asnjë loje tjetër të fatit. Sot fati ynë është në dorën tonë. Kur ne morëm detyrën, Shqipëria ishte zhytur në borxhe. Kishte një borxh rreth 80% dhe në ndërkohë të gjitha punët kishin dalur. Të gjitha shërbimet kishin dalur. Spitalet nuk kishin më as furnizim me ilaçe sepse furnitorët ishin ndalur për shkak të borxheve të panumërta që qeveria nuk u paguante më. Shkollat nuk kishin më as shkumsa sepse furnitorët ishin ndalur për shkak të borxheve të panumërta që qeveria nuk u paguante më. Të gjitha ato planet e Shqipërisë së rrugëve kishin mbetur të gjitha rrugëve, sepse ishin prerë shiritat, por nuk ishin vendosur në dispozicion parat. Dhe rrugët e mbetura rrugëve lëngonin, ndërkohë që kompanitë ishin ndalur sepse qeveria nuk u kishte paguar detyrimet dhe ata rrezikonin falimentimin. Sot Shqipëria e ka vënë plotësisht në kontroll borxhin dhe me një borxh rreth 55% renditet në normalitetin e një vendi evropian. Kur ne morëm detyrën, bankat ishin zhytur në kredi të këqija. 25% kredi të këqija është një shifër alarmante. Është një dritë e kuqe që paralajmëron një rrezik të madh. Rrezikun që
ne shqiptarët dhe që shumë kush ndër shqiptarët e Greqisë ka jetuar në lëkurën e vetë, kur piramidat u kthyen në gropa dhe kur në ato gropa u varros një mirë një pjesë e madhe e pasurisë së tyre të vënë me djerës, të vënë me gjak, të vënë me shumë sakrifica. Sot kreditet këqija janë 9-5%, njësoj si në të gjitha vendet e tjera, dhe Shqipëria nuk ka as edhe një rrezik përkundrazi. Kur ne morëm detyrën, të ardhurat për frym ishin vetëm 3.200 euro. Sot janë mbi 10.000 euro dhe në Shqipërinë 2030 do t'jenë 15.000 euro. Kur ne morëm detyrën, paga mesatare ishte diku te 370 euro, ndërkohë në sektorin publik. Imagjinoni, në sektorin ku njerëzit punësohen për të shërbyer të tjerëve, 370 euro pagë, ndërkohë që sot me vitin 2024 të mbyllur me pagën mesatare në sektorin publik 1.000 euro, ne e shikojmë me shumë optimizëm mandatin e 4. Ndërkohë që ky është lajmi për të gjithë ju dhe për të gjithë ata që kanë filluar ta shohin Shqipërinë si vendin ku mund të kthehen, si vendin ku duan të kthehen, por ende ngurojnë për shkak se janë të pasigurt. Janë pasigurt nëse do të gjejnë aty të paktën atë që kanë këtu. Ndërkohë që unë ju them që kush do të ketë kurajon të kthehet sot, do të gjejë aty mundësinë që nesër të ketë më shumë se çdo ketë këtu duke qëndruar këtu. Dhe paga mesatare aso kohë ishte 320 euro. Sot, paga mesatare e përgjithshme pra midis sektorit publik dhe privat është 830 euro dhe në mandatin e 4 do ta çojmë 1.000 euro. Tani, ju me siguri dëgjoni ata që na përqeshin, ju me siguri dëgjoni ata që bazohen tek pasqyrat e moçaleve. E moçaleve që fatkeqësisht edhe ju jeni detyruar t'i shihni kur hyni në ato ekranet e telefonave tuaj për të marrë lajme nga Shqipëria. Kur hyni aty për të mësuar se çfarë po bëhet në Shqipëri. Dhe ndër shumë përqeshjet është dhe përqeshja se kur ne morëm detyrën premtuam 300.000 vende pune dhe sipas tyre kjo nuk ndodhi. Mirë po, mjafton që të shikosh regjistrat e shtetit, aty ku në fakt të punësuarit janë të regjistruar me emër dhe mbiemër, aty ku burojnë edhe të ardhurat nga tatimet mbi pagën dhe kur ne morëm